në Tiranë. Ka pasur edhe fjalën ambasadori BE-s Silvio Gonzato, i cili ka kërkuar pra që nevoja për të rritur standardet e arritura dhe frytet që ka dhënë ky proces që është zhvilluar në kuadër edhe të reformës në drejtësi. Konferenca e cila vjon dhe sot në fakt është ceremonia e përmbylljes së procesit të vettingut, i cilësuar si një nga proceset më të rëndësishme që përbën fakt edhe një hap tjetër që pati drejtësia sa i përket ndoshta pastrimit të figurave që mund të kishin probleme ose nuk ishin aq efikase për të ushtruar këtë pozicion. Do tentojmë edhe një herë të shkojmë fakt drejt për së drejti me diskutimet që zhvillohen nga konferenca e cila po mbahet në Tiranë në kuadër të përmbylljes së procesit të vettingut. Përfaqësues nga Bashkimi Evropian dhe aleat ndërkombëtar theksojnë nevojën për të zbatuar standardet të cilat janë arritur përmes këtij procesi, krahas po ashtu edhe zbatimin e reformave dhe ndryshimeve të cilat janë bërë në këtë drejtim. Ka nisur konferenca e kryetarit Partisë Demokratike në këto momente, zotit Sali Berisha, ne zhvendosemi direkt aty ku ka dhe një bashkëbisedim me lëvizjen studentore. Atër fjallën e mbylljes së këtij aktiviteti... Tjetër, do njëri, ka njëri tjetër. Jo, nuk ka të tjerë. Kush të doj? Edhe njëherë, ju fanoj shumë për ndërhyrjet dhe ju ftoj të përdorim të gjithë potencialin ton, intelektual, të gjithë fuqin ton, për të mbështetur këtë protest gjerë fitore në saj. Kjo protest do të fitoj. Dhe unë i them Edi Rams këtu. Sa më shpejt t'japish dorëheqjen, aq më mirë do jetë për vendin, se për ty unë e kuptoj. Ndaj dhe të përgatitemi për një verë të nxehtë, intensive, por një verë e cila së bashku do bashkoj kombin më shumë se kur, sepse siç e shihni, kjo është një protestë mbar kombëtare. Ai vërtet ç'duan ata nga Tetova, ç'duan ata nga Kosova, shqiptarët janë shqiptarë dhe nga të katër anët, kudo që ndodhen, në emigracion dhe kudo që banojnë, janë të angazhuar për t'i dhënë duart përfundimisht këtij regjimi, i cili ka sjellë Shqipërinë e ka bërë një vend të pajetueshëm për fëmijët e vet. Një shoqëri që nuk mbron dot fëmijët e vet, që nuk u siguron atyre të ardhmen, e sigurt është që vetë është pa të ardhme. Vetë ajo shkon drejt zhdukjes. Dhe ky projekt i Edi Rams te i kalon 2 herë, minimumi 2 herë në efekte, projektin e zbatuar të Gjorgjeviçit dhe Pashiqit, projektin e Vaso Çubriolloviçit në Kosovë. Kështu që potenciali juaj është i madh, me çdo student, me çdo koleg. Intelektuali që nuk del, nuk mbështet këtë protest, duhet ta di mirë që bën një tradhti të vërtetë. Bën një tradhti të vërtetë. Nuk jemi intelektual për stetoskopin, as për, të themi, për kompasin, apo tjetër. Ato janë zanati. Intelektual jemi se mbrojmë interesin publik. Jemi mbrojtës të përjetshëm të interesit publik. Ndaj dhe ne dalim të gjithë edhe mbështesim gjerën fitore këtë protest qytetare, duke respektuar tërësisht 100% shpirtin, frymen, karakterin e saj qytetar, përgjegjësia e qytetarëve për vendin e tyre. Faleminderit shumë.